Tashti ndeshja me Andorën përfundoi, duhet me qenë pak të gëzum. Ne jemi kualifiku të shi për në që quhen këta play-off quhet kjo, që një skuadër tjetër nga këta që kanë dalë në vend dytë si e jonja, do ndeshen me ne dhe shansi i madh për me ndoshta plotsu një ëndër të madhe të ka hershme të shqiptarëve më shku në një kampionat botëror. Pra, duhet me u gëzu dhe me shiju këtë gëzim, edhe pse loja që është bo, jo prej lojtarëve, por prej trajnerit dhe prej federatës është mjerisht loj që nuk nash njeri. Është loj që nuk nash njeri, për arsye se në qoftë se ti mendon që ke lojtar më të cilësor se skuadra tjetër, në qoftë se ti e din që lojtarët e tu luajnë në skuadra shumë të mëdha se skuadra tjetër, atëherë vëllezër e motra është një lloj sikur ti të kesh armatimet më moderne e më të fuqishme, ushtarët më të përgatit, e prap të humësh lojën atë luftën, për arsye se ke komandant të shtrie, strateg, ministrat e luftës, ke ca idiot, ke ca debil. Edhe kjo është që vërtetohet me skuadrën tonë, që themi që kemi lojtar jashtëzakonisht të mirë dhe i kemi. Nuk kemi ne Anglia akoma, nuk kemi Gjermania, po kemi lojtar të mrekullueshëm. Kemi Mitajn, kemi Ajetin, kemi Brojen, sot kombinoi shumë mirë me Hysen. Hysa dhe Broja, dy skuadronët kanë kombinuar shumë mirë. Broja nuk pati shpërthimet e gjithmonshme, por ata që shohin lojën nuk pati një dak atje, ishte një hoxh që dy lojtar rrinin gjithmonë krah Brojës. Pra e ka bo punën e vet Broja, ka tërheq një lojtar më shumë që dal një zbulum, po s'kemi lojtar që dilte zbulum. Manaj, unë habitëm, si e majnë këtë manaj në fush. Manaj, na ngritin e vër zemrët pesha, që a thot shpirtin pesh me të shqiponj, jo më golin. Një gol e humin penalti, ka humë rast mas rasti në çdo lloj ndeshje. Unë nuk e di, Manaj ndoshta mund të jetë një lojtar i mirë jo në pozicionin ku është. Për arsye se Manajt, po të vi topi, dikush që pason po që është në vitë drejt me ta ose para ti, Manoj e kap topin mirë, edhe ecën, mirë po Manoj ja kanë heq këtë element, këtë cilësi, për arsye se kanë çu atje në sulm, edhe kur Manoj t'i vjen topi nga larg nga mrapa, Manaj asnjëherë nuk kap top, nuk e kap topin. Asnjëherë, nuk e di çfarë shohin këto debilet, këto idiotët e federatës dhe ky pederasti që është trajner. Këto nuk e kanë pa ndeshje për ndeshje. Sa herë e fusin Manaj në sulm, edhe i japin topa të larta pasim nga mrapa mbrojtje dhe mes fusha, që i vjen topi që sipër nga mrapa Manajt, një Manaj nuk e kap, edhe dyta edhe po pati momentin që e kap, Manaj bën një rrotullim, që në të hedhgaç kthehet nga porta, sigur do të bëjmë mbrojtjen, edhe ikën edhe topi. Po edhe mos i iki ka hum 3-4 sekonda me kthimin dhe ja morin lojtarët. Manaj është lojtari jo vetëm që është kot, e po në shkatron çdo lloj sulmi. Ora, unë po t'jem lojtar aty, po t'jem Nedim Bajrami, po t'jem Aslani, po t'jem Hoxha, që bëj luftën aty si qen, vin nga mesi fushës dhe jap tope dhe topët humë se si kapa e heqet e bluzë dhe i them të qifsha nonën duk, edhe dal nga fusha dhe e lej për gjithmonë ndeshjen futbollit.
Po janë edhe këto komentatorët idiot që na çmentin që shohin lojën. Edhe po të fitoj, edhe nuk bëjmë eksperimente, ne po bëjmë eksperimente. Ne kemi lojtarë që shkëlqejnë për momentin, siç është Medon Berisha dhe Ramadani, dy nga lojtarët që po bëjnë më emër, po shkëlqejnë, edhe Ismaili. Edhe nuk morin vend në fush, nuk futen, për të fut shehun, nuk fut Medon Berishën, ju jeni idiot. Ju jeni psikopat, ky është eksperiment që të vazhdoj me të njëjtën gjë ndoshta këtë radhë fitojnë. Mos futësh lojtarin që është për momentin. Lojtari më i mirë, edhe jo, në një kampionat qinglesh si Anglia që ka një, desha them si Turqia ka një Bashiktasha Çeleshin ka. E të marrësh lojtar edhe mos fusësh ti atë që shkëlqejnë në kampionatin italian. Kjo është o Zot. O mjerim, o idiot që kemi në federat, o psikopat që kemi në federat. Edhe një herë, në qoftë se ju keni rënë dashni me Manojn, si shpatët ra dikur me Hysen që edhe kur ishte në gjendje të mirë e fusit, tash Hyse ka qenë mirë. Ka që mas Evropianit, ka luajtur jashtëzakonisht mirë. Në Evropian, edhe para Evropianit Hyse duhet kishte pas vend, por këto ecin me kështu, me opinione, i krijohet bindje se ka bën një lojë të mirë, apo ka luajtur një herë për shembull një Zvicër, nuk do diun, edhe marrin gjithmonë, nuk shohin formën aktuale të lojtarëve. Kur? Nuk them pse hynë Hyse sot. Hyse ka qenë i domosdoshëm sot. Ka luajtur jashtëzakonisht mirë dhe në çdo ndeshje për kampionatin, për kualifikimin e kampionatit botror, por ka qenë krejtësisht pa vend. Një lloj si bot si Kalleshi, që e manin atëhere, e s'duhet kishte los Hysa, s'duhet kishte qenë Hysa, fare në kampionatin botror. Unë nuk flas me smir. Thej me këtë evropian, me këtë formë që ka, meriton të shkojnë botror nëse është në formë, por jo të lejnë në lojtarët më të mirë. Për shembull, në vendin ku luste Manaj, u deshte Daku, që çan s'ka burr nënë ta majt, i vjer topi drejt shkon hyn vetë në port gol. E jo më topin. E jo Manaj që dridhë dhe për dridhë kthehet mrapsh. Manaj ndoshta, unë nuk e di se çfarë roli ka në Turqi atje Guloz, nuk e di në pozicion ka, ndoshta nuk i japin atë pozicion që luan mirë atëre. Atje dhe bën gola. Por në këtë pozicion që los në kombëtare që e fusin këto idiot, federata dhe ky qypi, ky është një regji që s'ka haberin nga futbolli, ky mbrojtës që ka qenë Silvinja i Brazilit, është trajneri më koti. Më merë mu e bëj atë trajner liku 100 herë më të mirë se ky idiot, po s'merë dajen fjallavje, apo trajner të vërtet, duke të mojnë këto që bëjnë pazare, u japin pare, edhe bëjnë që duhen fusin, që duhen vetë. Edhe një herë, unë nuk jam që them Manaj është lojtari keq. Manaj mund të jetë lojtari i mirë në pozicione të tjera ndoshta ku los në Turqi. Unë shoh që Manaj po të jetë pak më i tërheq mrapa, edhe ato që japin topin i pasojnë të jenë para tij, që ai ta shoh para syve që po i vjen topi drejt, nuk më duket që bën gabim. Por në pozicionin që e fusin Manajn, që e fusin para pyka që quhet ky lesh roli e ky pozicion, që topi vjen nga larg, ai s'kap topot, edhe bëhet mbrojtësi, jo vetëm që e humb lojtarëve topin, edhe thyn çdo sulm ton, e thyn Manaj sulmin ton, s'ka nevojë. Nuk thon për ata që i prishet golin e Bajramit, kujt e prishi, që që një gjujtje e mrekullueshme, edhe aty ka futi komën e qiti jashtë, që të kishte shku gol. Kjo i ndodh lojtarëve gjithmonë, i ndodh lojtarëve të mëdhenj, jo Manaj të çfarë kemi ne. Por mund vjen një natë, jo për një gabim që i prishi i mohoi një gol sot Bajramit. Më duket se Bajrami apo Zuni, më duket se që Bajrami që gjujti. Nuk e që një gjujtje jashtëzakonisht e mirë, o e Bajramit ose o Zuni, po më duket që e Bajramit, se që gjujtje nga këta klasikët që bën Bajrami. Po mund t'jem gabim, po e nxorri jashtë. Por këta unë nuk mërzitem, se ndall. Njerëz jemi aty, por jo të humb çdo lloj topi, mos ka pas një top edhe prap të fusësh, ti zash vendin Dakut, mos fusesh me Don Berishën,
që është lojtari më i mirë sot në Itali, të paktën nga lojtarët tonë. Mos shohim Ramadanën dhe Ismailin, do thoshti çfarë do të heqim. Shehun e kisha heq. Në vend të Laçit, nuk që Laçi në formën që duhet ishte gjithmonë sot, e kisha fut Ramadanin, pati vend për ta. Për Ramadanin dhe Berishën, por në vend Shehut, duhet të kishe qenë dhe duhet të jetë me çdo kusht me Dan Berisha. Këto janë eksperimente që bëjnë, këto liliputët, këto sumpamukët, këto pederastet, kë lopa a i duka, edhe ne do shkojmë. Inshallah, do shkojmë në kampionatin botëror. Por me këto pislikje, ne shkojmë, kemi një ushtri të fortë, kemi armë moderne, po kemi komandant loqe. Nga men kemi një federat idiotësh, shumë pederastësh, edhe një lukani të tërë hjenësh që komentojnë në televizor, edhe populli ato gjanë që u serviret. Nuk jam i knaq, tashti. Unë uroj ne e fituam atë play-offin, tashti le të fitojmë, inshallah dhe me përfaqësuesën tonë të Kosovës. Edhe tashti o rria mendoj vras mendjen. Nga herë them, unë lusë Zotin, që mos në bjerë, unë nuk e di se si do bjerë ai play-off me Kosovën, se do të eliminojmë njënë nga ne, po të di që ne të dy, do kemi skuadrë që im poshtim, inshallah Zot, nuk kemi një grup të eliminojmë njënë tjetër në Kosova, Shqipërinë ose Shqipëria Kosovën, që të dalim të dy. Por në qoftë se vlezër e motra të myllit që këtë të gjithmonë kujtohen ku jam vidja. Por në qoftë se ne skuadrat kundërshtare i kemi më të vështira edhe skualifikohemi të dy si Shqipëria si Kosova, atëherë ndoshta unë do të uroj që ne të jemi në i grup me Kosovën, edhe në dash të hy Kosova, në dash të hy Shqipëria, ne jemi atje, ne jemi shqiptarët. Pra, nga herë shof me të merë, po që se dalin play-off Shqipëria dhe Kosova, pra shqiptarët në njërë tjetërin, se eliminojmë një vetën tonë. Por në qoftë se skuadrët i kemi më të vështira se vetja, unë ke Kosova kam besim të e tërnjeri Kosovës, që po humbi se ka qenë me gjithme s'ka pas më shumë aftësi Kosova. Kam më besim që ato e fusin lojtarët më të mirë të momentit. Ato dhe që grova, po s'qenë moment i mirë, edhe pse lume Juventusi nuk e fusin. Edhe Rashica, po të mos jetë në formën më të mirë, nuk e fusin. Ata deri tash i kanë treguar që fusin lojtarët që janë më në formë për sekantin. Kurse me këta lapanjosët e tonë, këta janë më opinione, duke filluar që nga federata. Ky është kot, ky trajneri është si presidenti Bega me këtë Ramën, që bën që të thot Bega, si pederast që bën që të thot Rama, a shkel kushtetutën, a shkel interesat dhe i zot dia, ishte një mumje. Kështu është edhe ky trajneri që kemi ne, bën çfarë doj federata, ka të hiqet sigur është ai. Kështu që unë nuk kam besim, ne prap edhe po të shkojmë atje, do fusim manën aty në atë rol që se ban, e dëllojmë dakun në stol. Edhe broja, atëherë është kot, se broja do të rheqë dy lojtarë gjithmonë, që s'do lojnë me hec, pa ai ka fitu, vetëm kaq që merr dy lojtarë, që i tërheq me vete broja si magnet, kudo që tjetë i rrinë dy lojtarë para mrapa brojës, mirë po i rrinë kot, se zbulojnë manën të zbulojnë komplet, s'ka shba, duhet jetë daku atje, atëherë nuk mund blokojnë asë, se po të kemi në edhe dakun, në sulm, edhe hoxhën, të kemi edhe dakun, edhe hoxhën, edhe brojën në të njëjtën kohë, ato nuk mund të sakrifikojnë dot, që të vejnë dy lojtarë të broja, dhe broja do bëjë lojën e vetë, se do të tërhiqen lojtarët, se s'mund të lejnë dakun vetëm, nuk mund të lejnë brojën vetëm, atëherë edhe broja bën lojën e vetë, dhe ta shfrytëzojnë momentin, edhe bëhemi të rrezikshëm në sulm. Ne kemi një sulm tash për të qenë të rrezikshëm, një sulm që do të na kishin zili, po ne nuk dim ta kombinojmë. Pra, hoxha në një krah, broja në një krah dhe daku në mes, atëherë në ke sulmin e vërtet. Por në qoftë se ti ke broja në janë,
Edhe hoxhën në njanë, edhe manin që ata se kanë frikë, atëherë 2 lojtarë shkojnë këto, dhe manit të humë çdo lloj bëjnë luftë kot, edhe unë po t'jem si broja, as nuk do kem më as dëshirë me vrapu se të hiqet kuraja, vrapo kot, ja jep topin kot, ja poso kujtje poso që s'kapi top, edhe po e shkoj drejt në komej dhe bo rrotullimin, të kthehet shof stërkoshen, ti të shofësh portën, kundërshtare bëhet goli, jo të stërkosha ja, por edhe një herë, është fatkeqësi që në këto momente që kemi pas lojtarë të mrekullueshëm, që mos me pas frikë as Anglinë, ne kemi trajner kodë dhe kemi një federatë shkërdhat. Por gëzohuni se kjo është hera e parë që ne kemi dalë në play-off, do zoti na do shansi edhe s'dihet siç bëm një gol është shansi me Serbinë që bëm një lojë jashtëzakonisht të dobët dhe të keqe, por në dhe shansi, mbrojtja ka qenë e hekur të çelikë jona, edhe në rovë mbrojtja neve, por në do zoti shallë dhe zoti të kënaqemi të shohim një herë Shqipërinë botërore, po kemi mundësi jashtëzakonisht të mëdha për me bë më shumë. Në qoftë se ata nuk vazhdojnë të bëjnë eksperimente qinglesh, duke thënë se bëjmë eksperimente, duke marrë po ato lojtarë që gjithmonë dështojnë në sulm, sa më gjoka ju përshnet.